Tani të dashur miq, erdhi koha të realizojmë edhe intervistën e fundit për sot, por jo më pak të rëndësishme. Kam nderin që këtë studio të ndaj me drejtoreshën ekzekutive të The Foundation House, Abetare Gojani, me të cilën do të flasim për punën e kësaj organizate jo qeveritare e në tekst të veçantë dhe fushatën që e kanë mbajtur në motën mos hesht, në kuadër të kampanjës nacionale Raporto dhunën. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Kënaqësi të të kem në studio dhe të diskutojmë kryesisht për krejt veprimtarin e Foundation, IPCO Foundation, edhe pastaj edhe Foundation House, edhe pastaj edhe për fushatën. Po, ku përdojnë me fillu? Do shta mundë me fillu me fushatën, me që është në muaj që vetë se kemi fillu, kjo ka nisi fushata në 16 ditë të aktivizmit që ka qenë në dhjetor. Është një fushat që jemi partner implementues në bashkëpunim me UN Women Kosovo, e cila financohet nga ambasada e Britanisë në Kosovë. Fushata Stop Dhunën është një fushat shumë rëndësishme, me cilën ne jemi shumë të lumtur që kemi pas mundësinë me marrë pjesë për me i vedisu të gjitha grupet të rinjve në këtë rast, për shkak se ne besojmë dhe fuqizojmë si The Foundation House që nëse nuk miremi ose nëse mesazhi jonë nuk shkon tek të rinjt, atëherë ana tjetër e punës me institucione dhe me grup mosha më të mëdha është jo aq i vlefshëm ose jo aq me impakt nëse punojmë paralelisht edhe me grup moshat më të hershme. Andaj qasja jonë me kampanjat tona është shumë ma ndryshe se sa gjitha projekte tjera cilat e prekin një temë kaq të rëndësishme si dhuna me bazë gjinore në këtë rast. Përcaktimi i motos mos hesht, nga erdhi kjo? Përcaktimi i motos mos hesht është ardhur nga duke marrë parasysh statistikat në Kosovë që vetëm 40% të rasteve të dhunës raportohen, ndërsa vetëm 10% prej tyre arrin do të thotë me u procesu në polici. Shumica do të thotë gjithë jemi të njoftuar me raste të dhunës në familje në Kosovë, mirë po shumica e grave dhe vajzave ndoshta e shprehin shqetësimin, por në momentin e zyrtarizimit të denoncimit tërhiqen pas. Kështu që motoja jonë mos hesht është që pa marrë parasysh është dhunë psikologjike, është dhunë e formave tjera, çdo rast ja vlen të denoncohet për shkak se duhet të ngrisim sa më shumë vetëdijsimin e asaj se çka konsiderohet si dhunë, qoftë dhe dhuna patjetër nuk është vetëm dhunë fizike, është dhunë psiqike apo psikologjike, dhe ndoshta nga njëherë për këtë arsye dhe kemi punuar me aktivitete të ndryshme me të rinj dhe shkolla të Kosovës për shkak se kemi pas një rast interesant në komunën e Mitrovicës ku disa të rinj kanë pikturu se si e shfaqet dhunën ose si është paraqitet dhuna, edhe unë hala po më kujtohet disa thanje që kanë shkruar në ato vizatime që I didn't know this was violence, nuk e kam ditë që kjo ishte një dhunë. Do të thotë ndoshta një përqafim, po me zërë që themi ne ose çka do tjetër, shumica për nesh mund ta marrim si normale, kështu që jona ose misioni jonë si organizatës me vedisu trit lidhur me format ku ata mund jenë nënshtrues dhunës, po pa dieni. Pa dienin e tyre. Po besoj që ndikimi i kësaj fushate ka qenë i madh në ndërgjegjësimin e të rinjve të dhunës me bazë gjinore. Si e mendon këtë pjesë, si e vlerëson? Unë mendoj që kemi bën një punë të shkëlqyeshme, edhe një punë që çdo është me fillu shumë më te, edhe që për ne si The Foundation House me ose pa donatorët tutje, ndonë se kemi marrë për krajen që do të vazhdojmë tutje për shkak se i kanë pa rezultatet edhe kanë pa nevojën sa ka qenë intervenimi në këtë fushë, do të thotë me të rinj ndërgjegjësimi. Unë mendoj që është rrit një impakt i madh, është rrit për shkak se këta grupe të rinj që kanë arrit vetë me eduku
ose me eduku në këtë rast në përmjat informimit edhe gjithë pjesëtar tjerë të klasës, në simdansat. Kemi pas rastën në videon e lanqimit që e kishim javën e kaluar, ku shumë tri kanë thonë që wow, mu nuk po m'vike marëm, i thonë edhe prindit që ndalë se kjo është dhunë, a di ndalë se kjo është dhunë verbale. Kështu që unë mendoj që kjo projekt i ka thy të gjitha barierat, edhe kemi bo edukimin se si duhet me u mbrojt ndaj dhunës me bazë gjinore në formë shumë ma ndryshe se gjithë partner tjerë, edhe besoj që vetë fakti që këta trit kanë dalë, kanë gjitë stikera, kanë shpënda leaflets apo broshura në për rrugë. Pastaj edhe ato byzylykat a kanë qenë? Byzylykat e portokall, unë mendoj që ne mendojmë që kjo është veç se suksesi, edhe mira është që jo vetëm vajzat kanë qenë pjesë kësaj kampanje. Një grup i madh të djemve kanë qenë pjesë e kampanjave, ku ne edhe në intervista në gjatë konferencës javën e kalume, i kishim si pjesë të panelit edhe shumë fuqishëm të regojshin qysh kanë arrit me identifiku edhe dhunën ose me kuptu me gjuhën e tyre si nxënës të shkollave të fillore dhe të mesme, edhe qysh janë duke u mobilizu që me ndryshu ndoshta qasin e mendimit. Mendimi ose ndryshimi fillon prej tavolinës ku gjithë hajnë bukë, ose një familje hanë drekën, darkën, mëngjesin, edhe mos flasim në kafene ose çka do që dëgjojmë njëri tjetrin duke bisedu. Edhe për fund, përsa i përket kësaj pjese të fushatës, si keni planifiku që me u siguru ndikimi i kësaj fushate dhe pas përfundimit të saj? Po, qasja jonë do të ka qenë që intervenime direkt në shkolla, ku i kemi organizu aktivitete në formë të trajnimeve dhe i kemi trajnu shkollat dhe të rinjt e shkollave. Qysh ka me vazhdu tutje, ne mendojmë që këtë grup që vetë se janë trajnu, do të vazhdoj të trajnoj gjenerata tjera, klasa tjera dhe në bashkëpunim me mësimdhënësin këtë rast, do të arrin të trajnojnë gjeneratat e reja që vinë në shkolla. Një punë mjaft mirë e bërë dhe një punë mjaft e madhe dhe po shpresoj që është përhap mesazhin në mënyrën e duhur edhe po shihen edhe rezultatet, patjetër. Po dalim pak edhe tek rrugtimi i IPCO Foundation. Fillimisht ta bëjmë qartë që nuk ka të bëj fare me këtë linjën telefonike që shumica ndoshta edhe e keq kuptojnë. E kanë keq kuptu, për atë arsye është edhe është bori brendimi më në fund. Tash jemi edhe Foundation House, e kemi një portfolio mbi 15 vite të punës në edukim jo formal, në fuqizim të rinjve, në teknologji, inovacion. The Foundation House është brenda Dokutekut, që është organizu tash më 13 vite në kuadër të Dokufestit, festivalit ndërkombëtar, si dhe Girls in ICT, tash së fundmi jemi fokusu dhe në fushën e AI, për shkak se si organizat që fuqizojmë teknologjinë, duhet me qenë up to date apo në trend me të reja të teknologjisë, jemi duke zhvillu trajnime për si të përdorim AI-në për me pas performancë sa ma të mirë në punë. Jemi duke mbajt trajnime në kompani, në institucionet të ndryshme, jemi duke i trajnu gjeneratat të reja, në këtë rast studentat e viteve të para dhe të dyta, për si munden me i shfrytzu këto mekanizma, këto mjete, këto tools që me marrë ma të mirën të mundshme për me ngrit vetën profesionalisht dhe me qenë të gatshëm për me u paraqit në tregun e punës. Do të thotë, ne si organizat nuk e kemi me synim ose nuk e kemi marrë AI-në ata që do t'i zavendësoj punët që do t'i qesim punëtorët për punës. Ne si organizat jemi duke punu vazhdimisht në aspektin se si mundemi me shfrytzu AI-në për me pas performancë sa ma të mirë, sa ma të shpejt, me i sjell fitime sa ma të ndaja kompanive, institucioneve, organizatave është njët.
qysh do që e krahasojmë për shkak se ndoshta nëse të ka marrë kohë për një projekt propozim ose një koncept me e përgatit për 5 ditë pune, ne arrim me bo 2 ndoshta projekt propozime brenda 5 ditë pune, kështu që kjo është fokusi jonë, edhe këtu do të betet DocuTech, Girls in ICT, Girls Child Day, Empower Her, që ka qenë kampanja me bursat për vajzat e grupeve të marginalizuara, cilat vinë në fshatra, nga fshatrat e Kosovës, mirë po që gjendja e familjes së tyre ekonomike nuk mund të përballoj pagesën e një kursi hands-on në fushën STEM këtë rast, kështu që po besoj kjo e përfaqëson atë që jemi na si organizatë. Ti veç i potencove disa prej gjërave, ndoshta më kryesore dhe më të rëndësishme të punën, nuk po më i pa të pyetje edhe një herë se cilat i konsideroni si histori suksesi për gjatë gjithë këtyre viteve të The Foundation House? Unë mendoj që histori suksesi tek ne është programi DocuTech, i cili vitin e fundit, 2024, i ka prek 5.000 të rinjt, cilët veç se kanë ardhur, janë trajnu dhe kanë qenë pjesë e programit DocuTech. Po ashtu vitin e kalun ka qenë viti parë që kemi dalë jashtë Kosovës, ka qenë DocuTech on Tour, cilën e kemi organizuar në Berlin, në Gjermani. DocuTechu si platformë mendoj që i ka japë mundësi shumë të rinjve, shumë studentave që ndoshta kanë qenë në përfundim studimeve, mundësin me marrë një edukim jo formal të konferencave botërore që ndoshta ishdesh me i shpenzu rreth 3.000 euro për me shku me i dëgju. Jemi duke folë për periudhën edhe para liberalizimit vizave. Andaj, shumica prej tyre sot kanë pozita udhëheqëse në kompani, jo vetëm në Kosovë, po edhe jashtë. Ata kanë pas mundësin, jem të folë vetëm për pjesëmarrësit, e kanë pas mundësin e lidhjes me gjithë mysafirë që kemi sjellë shumë jo formalisht, do të thotë nuk ka pas ndonjë barierë ndërmjet speakers, lounge të diçka ngjashme që këta me u taku. Çdo i ri ka pas mundësi të barabartë qasjeje apo mundësi të barabartë komunikimi me folës ndërkombëtar, cilët mas 2-3 viteve kanë dalë që të punojnë për ta ose të bashkohen ekipës e tyre në hulumtime të ndryshme. Faleminderit shumë zonja Gojani për krejt këto informacione që na i dhe. Unë e di që bashkëbisedimi me ty nuk do na mjaftonte ndoshta asnjë edicioni tërë për gjitha, me i përmbledh gjitha, po unë të falenderoj shumë për informacionet dhe për kohën që e ndove me neve sot. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë edhe ty.